keni nisur ndihma, por sa familje janë të akomoduar dhe cilat janë masat sidomos për 2500 hektar tokë nën ujë? Përshëndetje të gjithëve, jemi sot në zonën e Maliqit ku praktikisht në argjinaturën në shoqeras ka pasur dëmtime të konsiderueshme dhe siç e dini në orët e para të shëmbjes së kësaj argjinature dhe drejtoritë rajonale të kullimit, Bashkia e Maliqit, do ta falenderoj kryetarin edhe për angazhimin këtu, si kundër dhe forcat të tjera që do shtohen në orët në vijim, janë duke bërë punime rehabilituese. Nga ana tjetër kemi edhe në zonën e Pyllit Fazanëve kemi edhe aty një dëmtim argjinature, e cila praktikisht vërtetëson të gjitha prurjet që vijnë nga Dunaveci në Devoll. Ndaj dhe po bëjmë një rishpërndarje të forcave dhe kemi kërkuar dhe angazhim shtesë të forcave armatosura, po vinë mjetet vetë shkarkuese që të ndihmojnë me volumet e mëdha që kërkohen për të mbuluar këto dëmtime. Jemi në kushte ku jemi në gatishmëri, do shtojmë forcat, duhet kuptojmë që kemi situata edhe të rrëshqitjes së dherave, të masiveve malore, Qukës Qafploç, kishte një problematik të madhe që na bëri të angazhohemi fuqimisht për të bërë një devijim përmes operatorëve të zonës. Do jenë ditë të vështira sepse rreshjet do rifillojnë. Toka është si skunxjer praktikisht dhe është e vështirë të punohet edhe në situata ku toka shumë e pastabilizuar dhe e mbushur me ujë. Gjithsesi, po shtojmë forca në mënyrë që Maliqi mos të ketë problematik në rreshtet që do pasojnë gjatë javës që vjen. Në fakt, përsa i përket familjeve të cilat janë sot të evakuara, përsa i përket edhe ndihmave që do të jepen vazhdim, plus kemi dhe fshatra të cilat janë izoluar për shkak të dëmtimit të urave. Atëre, ka në rang vendi 15 urat praktikisht që janë jo vetëm destabilizuar, një pjesë tyre është shëmbur dhe do kërkojnë një investim domethënës. Qasja jonë në këto momente është jo vetëm që ndrojmë pranë banorëve në bazë të kërkesave të kryetarëve të bashkive përsa i përket rezervave materiale të shtetit, ka filluar shpërndarja e ndihmave në raste të caktuara, sikundër kemi kërkuar gjithashtu nga bashkitë që të bëjnë kërkesat përsa i përket ushqimeve për blegtorin, ushqime koncentrat për blegtorët, ata që janë prekur të paktën, dhe jemi në kushte ku po shpërndajmë në mbar vendin edhe ushqime për blegtorin. Këto janë dy grupet praktikisht që janë më të prekura, ndaj dhe strategjia jonë është të qëndrojmë pranë, duke ditur që do kemi ende rreshje, nuk kemi jashtë rrezikut, thjesht është një moment praktikisht dielli që na mundson të vijojmë punën në terren. Kur flisni përsa i përket rikthimit të rreshjeve, kur keni pikën më të dobët, paktën qarkun e Korçës po në rang vendi? Jo detyrimisht qarkun e Korçës, presim prurje praktikisht në mbar vendin me intensitet shumë më të ulët se 3 frontet e para meteorologjike, por edhe jugun e presim të vijojë të ketë prurje dhe basenet lumore në jug të vendit do vijojnë të kenë prurje, ndaj jemi në gatishmëri të plotë.